Miqtë e Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja ku takojmë sërish në traditën e Property Cast në kanalin Pisk dhe me Centri 21 Astoria për sot dhe do të vazhdojmë edhe për episodet e tjera me kolegët e tjerë të Centri 21 Albania. Sot jam me kolegun e zyrës, Advan Xhabafti, i cili është një djalë punëtor, përkushtohet dhe mundohet të jetë sa më afër klientëve si shitës dhe blerës me informacionin dhe punën e tij që prej vitesh sa u bë. Advan, faleminderit. Po, pak a shumë për 2 vjet. Altin unë falenderoj shumë për fjalët e mira dhe të përzemërta. Unë prej 2 vitesh jam pjesë e Centri 21 Albania dhe kësaj edhe real estate-it, pasi eksperjenca ime e parë është po me Centri. Ndër këto 2 vite, domethënë, kam parë shumë, kam mësuar shumë, nuk kam filluar nga zero, le të themi, nuk kam pas fare eksperiencë më të pashme me real estate-in ose me pasojat e palujshme. Dhe ka qenë një rrugtim shumë i bukur për mua. Vazhdon akoma ajo energjia ose sportiviteti i dëshirës që e ke nisur që në fillim, si ka nisur gjitha kjo? Pse u bë pjesë e real estate-it? Po, një miku im me thënë drejtën është bërë shkas që unë të filloj me real estate-in, pasi më sugjeroi real estate-in si një fush ku unë mund gjeja veten. Unë kisha punuar më parë, domethënë, më shumë ti me si përkthyes me të huaj edhe pak a shumë të këtij niveli dhe më tha që mund provosh real estate-in sepse do të ketë akoma më shumë fitime për ty. Po që do jetë edhe një fushë, domethënë, ku ti mund gjesh veten tënde. Kështu që thash pse jo dhe e vazhduam. Me të vërtetë edhe kjo është një pikë shumë e fortë edhe sot për agjentët imobiliar, për shkak se turizmi ka marrë përmasa të tjera në Shqipëri, të huajt po vizitojnë më shumti dhe një përqindje e konsiderueshme vjen në rritje që ata po kthehen të jenë rezidentë në Shqipëri duke pasur pronat e tyre. Po, patjetër është drejt, është më së vërtet kjo që sapo the. Shumë turistë, domethënë, ose të huaj pasi kanë dëgjuar për Shqipërinë, të paktën vinë edhe i bën një hulumtim tregut ton. Një pjesë akoma domethënë shokohet nga informacionet që ka pasur me atë që shef në realitet, shokohet goxha, pasi Shqipërinë akoma e mendojnë si një vend akoma të pasigur, por kur vinë këtu gjën aq ngrohtësi, miqësi dhe dashamirësi nga ana e shqiptarëve, thonë se jo, mund edhe të investojmë në Shqipëri. A ka mungesë informacione ose le të themi një keq interpretim të asaj se çka është Shqipëria dhe se si e lexojnë të huajt jashtë? Padyshim. Unë domethënë mund të them me plot bindje që stereotipi shqiptar në mentalitetin e të huajve është akoma negativ dhe Shqipëria domethënë për to është një gacë e nxehtë, le të themi, për të investuar, pasi nuk ofron një kthim investimi të sigurt, le të themi. Dhe ky është problemi më i madh, domethënë që ne po hasim kryesisht ti për shkak se merres edhe bazën më të lartë të klientëve që vinë i ke të huaj. Po, e vërtet, është shumë e vërtet. Dhe është goxha më e vështirë domethënë për neve që t'i ofrojmë atyre një eksperiencë, le të themi, bashkëpunimi, siç ato janë mësuar në vendet e tyre. Pra, akoma kemi shumë probleme, le të themi, nga ana formale, që ne t'i ofrojmë atyre një shërbim siç ato kanë marrë në vendet e tyre, pra duke i bërë një rezonancë, le të themi, duke rezonuar me ato me të cilat ato janë mësuar në vendet e tyre. Kjo ka dhe patjetër një punë të konsiderueshme dhe të vazhdueshme edhe nga ne si agjent dhe Centri 21 Albania dhe Astoria, pse jo? Ne po merremi, po punojmë për këtë pjesë çdo ditë, duke u takuar, duke thënë, duke e konkretizuar, duke i çuar pranë faktit për të parë dhe pse jo duke bërë dhe ato që ndoshta edhe vetë shteti duhet i bënte për të shembur, le të themi, atë ngërçin dhe paragjykues midis turistëve të huaj dhe investitorëve, pse jo, të huaj me Shqipërinë. Puna jonë e vazhdueshme. Shumë drejt. Domethënë, puna jonë bëhet shumë e vështirë. Pasi ne nuk kemi domethënë një database ku mund të adresojmë klientët e huaj, një database shtetërore kanë fjalën, që ato të shikojnë, le të themi, vetë në mënyrë komplet pavarur të gjitha parametrat e X pronë që ato mund të zgjedhin për investim dhe
dhe të bëjnë domethënë një plan të tyre të investimit, faktikisht gjërat më shumë të janë përciptazi, që pra informacionet të cilat ofrohen në rrugë le të themi zyrtare janë goxha të përcipta që nuk ngjallen ndonjë interesim shumë të madh domethënë tek investorët. Shumë e mangët pra nga po, shumë e mangët. Duhet që edhe vetë shteti patjetër, jo vetëm në këtë rast, por edhe në pika të tjera të vëri dorë, pse jo se edhe vetë real estate, jo vetëm tek Centri 21, por edhe në agjencitë të tjera po bëjnë një punë të vlerësuar për të çuar Shqipërinë në një nivel tjetër në shumë aspekte. Advan, jam shumë kurioz të di si është dita një agjendi si Advan Xhabafti. Po të marrim domethënë një ditë normale timen, dita pak a shumë mund të them që dita e një agenti imobiliar fillon me atë çka ka bërë dje. Praktik ke krijuar le të themi lice ose kontaktet e para me klientët dhe mund të kesh në takime për ditën e sotshme ose mund të keni një pronë për të parë dhe ti domethënë ditën e nesme komplet e zhvillon pak a shumë në aksin e asaj çka ke bërë dje. Ky është mendimi im, domethënë paktën në eksperiencën time, kjo vlen të theksohet në real estate, pra që të vinë një ditë, domethënë e mirë sot, pra ose që të kemi një ditë produktive sot, do të kemi bërë shumë punë mbrapa, ndoshta edhe një javë përpara, pra gjithë që do të finalizohet në një ditë që mund të quhet ditë produktive. Pra, le të themi që dita një agenti, ose rutina, puna një agenti nuk është ditore? Është një ditë, le të themi, e gjitha. Pra, sa ke punuar një ditë. Nuk është ditore, por është një javë, le të themi, pra si periudhë mund të flasim që brenda një jave mund të finalizosh, le të themi, gjitha ato takimet ose gjitha ato gjenerimet e lideve që ti ke planifikuar dhe që dëshiron ti mbyllësh. Çfarë energjie të jep si profesion, si fush? Real estate është goxha kërkues domethënë si profesion dhe është diçka që po nuk dhe shumë, nuk merr domethënë mbrapsht feedbackun që ti do të dëshiroje, pasi nuk është diçka që është inaktive ose le të themi pasive, për diçka që është shumë proaktive, do të jesh ti i pari që shkon tek klienti, do të jesh ti i pari që të kërkosh takimin. Hapin e parë do të jesh ti gjithmonë. Ta mbash gjithmonë atë ritmin duke çuar hapa të tjerë. Kjo është gjëja më e vështirë për një agent dhe këtu ndahen domethënë agjentët që janë performues dhe ato që nuk janë performues, pasi ka dhe burnout ose lodhet shumë në këtë profesion. Pra, po themi, ka shumë agjentë të cilët periudhën e tyre të punës e kanë domethënë punojnë një javë ose punojnë një muaj le të themi dhe pastaj stonohen komplet. Pasi janë lodhur shumë, edhe kanë frikë edhe një herë, domethënë është ndoshta dhe diçka subkonsciencës që besoj se edhe me ty ka ndodhur kjo. Po patjetër me gjithë. Por si është ajo pas pjesë le të themi të rikthimit. Ka dhe momente që do të jemi shumë të vërtetë edhe kjo për gjithë ato që na ndjekin, për shkak se është ndërtuar dhe një pikpyetje e madhe dhe të gjithë audiencët, të gjithë shqiptarët që thonë orë ç'është ky profesion, domethënë që po marrin vetëm Centri 21 ka mbi 400 agjentë dhe po kërkohet gjithmonë për njerëz energjik që duan të lloj profesioni, kanë aftësitë e tyre, kanë kontakte etj. Edhe thonë, ore, si ka mundësi, ç'është bërë ky trendi që agent këtu, agent atje. Po shumë vërtet. Domethënë, agent tani është si top fjala më e përdorur ndoshta. Edhe ndoshta profesioni që është më lukrativ duke e parë nga jashtë. Por, domethënë kur hyn në përditshmërinë e një agenti, shikon që përbazon komplet me një shok shumë të madh psikologjik, sepse ti prisi që gjërat ishin gati dhe të kanalizoheshin drejt teje, kur në ndërkohë do të jesh ti ai që ndërton urat e komunikimit i parë, do të jesh ti ai domethënë që do të japësh real gjës që ti pastaj të kesh një sukses në rezultat pozitiv dhe sukses domethënë në këtë fushë. Është shumë problematike sidomos për agjentët e ri, pasi për llogaritë domethënë normalisht që për 3 muaj një agjent që vjen nga zero, flasim, për 3 muaj ai domethënë thjesht merr formimin, domethënë profesional parë. Nuk pritet që ai të mbyllë transaksione të mëdha ose të bëj një rast shumë kështu. Po, ndoshta fati fillestari. Mund ndihmoj. Është ngjet po ty ka raste që dhe shumë njerëz domethënë që fillojnë real estate-in, këtu ndoshta është
pika parë ku takohen dhe pika parë ku ndahen me real estate-in, pra domethënë Me zhgënjim i madh. po, zhgënjim i madh për to që si nuk erdhi domethënë gjithë ky rezultat që është trumpetuar shumë në kanale mediatike, le të themi, ose në media ose marketinget e ndryshme që bëhen, ndërsa unë tot ai s'po shkoj fare për këto 3 muaj, unë jam zero, le të themi, komplet në bazë të asaj që ai priste dhe patjetër që ai ndjen domethënë një ftohje shumë me profesionin dhe mendon të largohet dhe shumica e largohen, domethënë ato që nuk është për gjithë, nuk është për gjithë. Patjetër ne këtë e shohim çdo ditë, është sfidë e madhe për të mbajtur veten, me qenë gjithmonë karikuar, energjik dhe për të hedhur gjithmonë atë hapin e parë që ne tham. Atë doja të dija se si ka qenë ai shoku i parë, le të themi, për një transaksion, ka qenë gati në finalizim. Dhe ka ndodhur ajo që na ka ndodhur gjithëve, që edhe ai pezmatimi, pastaj është shkëputja, demoralizimi, do t'i themi këtë, ndodh ajo si njerëz jemi, me shpirtë, me gjak, me zemër jemi, nuk është jemi robotike dhe okay, ndodhi kjo, hajt. Shiko, domethënë problemi më i madh ose le të themi shoku më i madh që psohet është kur ti ke bërë gjithçka gati, të dyja palët kanë ëndër dakord dhe për një kapriço të vogël gjithçka merr fund, domethënë gjithë ajo ndërtesë ose gjithë ajo kështjella që ti ndërtove për një mospëlqim shumë të vogël mund të rënohet brenda dhe orës, brenda dhe sekonde. Thjesht me një telefonat, klienti mund të thotë që nuk jam më interesuar, shumë faleminderit, do shikojmë për diçka tjetër. Dhe normalisht me këtë shëmbje që psove, merr dhe një shok shumë të madh, domethënë vetë si agent, pra që në kuptimin e motivimit për punën. Çfarë pyetësh vjen aty? Po a jam duke bërë punën dur? Kjo është. Ajo është. Gjithmonë. Këtë mendon domethënë. Gjithmonë. Pra ti je tek vetja. Shiko, jo për punën, pra njeriu domethënë në rastin e një rasti. Le ta marrim pak më konkrete dhe pak domethënë më këm tok. Pra njeriu le të themi nëse e bën diçka, nëse e bën real estate-in si punë të parë, detyrimisht do të thotë që ai ka dhënë nga koha e tij po i jep kësaj pune, pra domethënë gjithë burimet e tija i ka drejtuar te kjo punë dhe preçet më ai domethënë dhe fitimet. Ti ku është si problem? Për te kësaj është shumë e kuptueshme dhe të gjithë kanë përshtypjen që i bëjnë këto llogari që thotë edhe Advani. Por ti ku është si problem? Pra është le të themi keq edukimi ose mos edukimi i tregut, klientëve si shitës dhe blerës. Pse ndodhin këto gjëra? Jo, unë mendoj normale patjetër. Unë mendoj që unë gjykoj shumë normale, pasi nuk bëhet fjalë domethënë për blerje që janë që ndoshta në buxhetet e një familje mund të jenë komplet të pa, domethënë që nuk mund zënë ndonjë vend madh, si për shembull blerja të market ose gjërat që janë akoma dhe më të vogla. Po bëhet fjalë për blerje që ndoshta edhe një herë në jetë, investime edhe. Po njeriu domethënë gjithë ato domethënë mund le të themi financiare që ka bërë deri tani, nuk është shumë kollaj domethënë që të vendosi për një herë për X gjë, sepse mund t'i kushtoj shumë shtet dhe atij, domethënë një zgjedhje e gabuar e pronës, mund ngjelet peng gjithë jetës. Pra domethënë unë e shoh diçka shumë normale këtë feedbackun negativ ose këtë pasigurinë që mund të ketë klienti. Pasi është vetë, pra domethënë vetë ajo që çapo shitet, domethënë vetë malli, le të themi në këtë rast, është diçka që është shumë delikate, domethënë nuk mund pretendosh ti tani që një person domethënë vendosi aq kollaj. Me një herë, domethënë të marrë çelësat okay na lekët marrë. Pra, sporadikisht të themi që edhe kur shkojmë për bler ndonjë bluzë ose ndonjë rrobë, patjetër që njeriu mendon 2-3 herë ose kur blen një makinë le të themi ose diçka akoma më të shtret, njeriu mendon 2-3 herë. Imagjino prona që është ndoshta që më shtrej që mund del njeriu në gjithë jetën e tij. Domethënë kjo besoj që e bën këtë komplet normale, domethënë të sjellë klientit, kjo pritet. Po. Por nuk, pra domethënë kjo është e pritshme, por nga agjentët fillestar, domethënë kur fillojnë nuk e llogarisin dot ose nuk e bëjnë dot ose nuk e vendosin dot veten vendin e klientit, domethënë thjesht gjithmonë presin që çdo gjë të sillet rreth tyre, kur në ndërkohë tregu domethënë është shumë i egër në këtë aspekt, pasi nuk pyet për ndjenjat e tua. Pyet domethënë për atë çfarë ti ofron, nëse ti vërtet i ofron diçka shumë okazione atij ose një negocim çmimi shumë të mirë, se okazionet janë shumë të rralla, domethënë, një negocim shumë të mirë dhe ai domethënë 99.99% pritet që të vendosin me ty. Por ndërsa është bërë një punë shumë e madhe, por nuk është në 99.99%, patjetër që do të kemi edhe rezultate të tipit që sot për nesër ai vendos për jo, domethënë.
siç e theksohet pak më lart që ne investohemi shumë. Por çfarë do të jetë ajo mënyra e filtrimit? Pra që ne ti shohësh se po të kesh 10 raste të njëpasnjëshme në këtë formë që ti investohesh kaq shumë me muaj intensivisht dhe sheh këtë lloj rezultati të riqet njëri të tjetri. Pra, si mund të jetë ajo, si arrin Advani ose një agent që të filtrojë, le të themi. Por dalim edhe nga ana tjetër që kjo mund edhe të keq kuptohet nga ata që janë klient, që thonë ky s'po më kushtohet, çfarë gjeni që nga ky pra. Ky s'po shfaq interes kur un po dua të marr ose të jap diçka, të blej ose të shes diçka. Patjetër, me dy presa, kupton? Pra ti ke kaluar gjithë ecurim me eksperjenca, me raste të ndryshme dhe si arrin që të bëhet ky filtri. Që mos keq kuptohesh, është goxha e vështirë pasi nuk mund të them të filtrosh në mënyrë të saktë 100% atë se çfarë ka në mendje klienti, sepse një njeri domethënë thjesht mund të ketë marrë domethënë sugjerimet tua për një pronë caktuar ose le të themi për çmimet, për ecurinë e tregut. Dhe ndoshta vetëm nga kjo biseda ai mund vendosë që të blej. Pra, ka qenë i pavendosur ose ka qenë shumë larg finalizimit të një transaksioni, por nga biseda që keni pasur, nga ajo se çka ofron dhe tregu momentalisht, sepse normalisht një agent një agent i mirë duhet bëjë një pasqyrim sa më real tregut, sepse po bëhet fjalë për diçka shumë serioze. Prona unë besoj që është pra nuk do të ecim idenë sa e shita dhe jo me spekulime. Ja hodha dhe mbaroi. Jo me spekulime. Kjo është e gjitha një marrëdhënie, nuk është se ne pra do të bëhemi ose të plotësohemi duke shitur një pronë, qoftë edhe me një çmim shumë të mirë që ti ke marrë 1% e ke futur diçka në xhep. Më mirë punon për interesin e të dy palëve, se sa të punosh për interesin tënd vetjak, sepse po punove thjesht me interesin tënd vetjak si agent, thua un kam investuar kaq shumë dhe pres të marr, nuk më intereson fare, domethënë se çfarë fitojnë të dy palët, atëherë besoj se nuk je një agent i mirë. Sepse gjithmonë domethënë ndoshta në çdo industri, jo vetëm në real estate, rëndësia kryesore është marrëdhënia që ti krijon me klientët tuaj, sepse ata janë dhe burimi i referimit për ty. Sa qëndron kjo sot? Se kjo është e dëgjojmë, dhe po të vinë edhe 100 agent tjerë këtu, do të thonë po të njëjtën gjë. Kjo është le të themi se si ne do duam të shohim veten ose ka edhe nga ato, pa i paragjikuar, mund të ketë. Ata. Kjo është shumë e vështirë për me sfida. Kjo është sfida që i ndan pastaj agentët që janë, domethënë, agentë që vërtet besojnë në vlerat që ata ofrojnë dhe në agentë që janë më shumë oportunistë, domethënë, kjo ndryshon. Se është edhe kjo mentaliteti që është krijuar shumë nga klientët, thonë që sa dëgjojnë direkt agent, thonë, jo, me agjenci asnjëherë ose ne kemi pasur raste që kanë pasur eksperjenca të tjera ku shkonin takon, na shohin kështu si gogol. Erdhën këta, jo, këta të marrin këtë, bëjnë atë. Shiko, domethënë nëse një klient ose një njeri do të vinte domethënë ta provonte vetë se çfarë sfidash ka puna një agenti, patjetër që do ndryshonte edhe mentaliteti. Por problemi është që nuk ndoshta edhe ne kashi klientit kemi problematikën e të qenurit, domethënë pa që të bëjmë një përqasje sa më drejtë ndaj palës tjetër, pasi është shumë e vështirë domethënë që ti japësh drejt dikujt tjetër duke qenë ti vetë domethënë që je palë ku pret dhe ti domethënë të marrësh fitimin tënd. Por besoj që me kalimin e kohës duke u zhvilluar më shumë tregu real estate. Si po edukohet tregu sot? Po, unë kam parë domethënë që shumë njerëz që kanë investuar nëpërmjet agjencisë imobiliare janë rikthyer edhe një herë te agjencia imobiliare. Pra, e kanë kaluar domethënë atë hapin e parë të njohjes me atë që është ose të eksperiencës parë me të blerjes me një agjenci imobiliare dhe tani domethënë janë klient të rregullt. Por përsëri domethënë unë besoj që nga vetë gjendja e tregut ton imobiliar që është akoma në hapet e parë për hir të vërtetës, kjo pengesë do jetë. Pasi shumë njerëz domethënë nuk kanë fare eksperiencë në blerje, lëmë të kenë në transakcione me kohësh, ti ke as 2 vite, pra si është apo thyet ky hendeku. Unë shikoj pozitivisht. Unë shikoj pozitivisht. Patjetër që ka pasur edhe problematika tipi domethënë që është bërë puna, është mbyllur transaksioni
ose më saktë është bërë e gjithë puna dhe klienti është të dy klientët, domethënë si shitës dhe blerës janë munduar ta anashkalojnë domethënë ose bëjnë lidhjen e shkurtër. Ose agjencinë. Ta anashkalojnë agjencisë, kjo është diçka komplet jo e moralshme. Kjo është ajo që ndodh në Shqipëri, besoj se në vende të tjera ka raste që edhe vetë agjenti ndoshta mund të jetë larguar dhe ato janë rikthyer le të themi marrëdhënies ose kontaktit pas disa muajsh. Ka raste që ne kemi dëgjuar nëpër botë që ka shkuar i ka takuar patjetër. Agjenti duke thënë kjo është e jotja, kjo është pjesë e punës tënde për shkak se gjitha e curia që këto shkuan, u takuan me njëri tjetrin, ishte fal këtij. Pra nuk është vetëm një pjesë e madhe fatkeqësisht, por prap kjo po vjen të thyet siç e tha dhe Advani, e konsiderojnë thjesht një kontakt. Pra, ti ke një pronë dhe thjesht do më jap apo më dhe numrin mu, domethënë unë mbarova gjë punën. Patjetër. Domethënë akoma është problemi i formalizimit të marrëdhënies midis agentit dhe klientit, si shitës dhe blerës e kanë fjalën. Pra domethënë kur neve kërkojmë, le të themi, marrëveshje të cilat janë detyrueshme me ligj, klientët domethënë presin shumë ftohtë, sikur thotë po më përgatit diçka mbas shpinë apo thjesht domethënë krijohet ai mosbesimi i parë që pse ky po më kërkon firmën ose pse ky po më kërkon dokumentacionin. Por kjo është pjesa, domethënë që të jemi korrekt unë edhe klienti, patjetër që duhet që marrëdhënien tonë që deri tani ka qenë domethënë thjesht me fjalë, ta formalizojmë edhe në letra, domethënë sepse ato do shërbejnë si dokumentim. Që edhe unë, edhe klienti ose edhe pala tjetër, kemi feja me njëri tjetër. Të jenë të drejtë. Çfarë do ndohet ndryshoje në real estate? Pra, çfarë shef këtu po flas deri tani? Pra domethënë në profesionin e agjentit apo thjesht në industri? Edhe në industri, por edhe vetë si agent, jo vetëm si Advan, por edhe si agent për çdo kënd. Le të themi, si deri tani folëm për klientët, si shitës si blerës, pra për tregun. Si agent do thoja thjesht më shumë impenim dhe krijimi një mentaliteti tek agjentët, domethënë që edhe kur nuk i ke domethënë të dukshme rezultate që do vinë nga një punë, thjesht ti do të bësh një target ose një shënjesë sa më e madhe për fatin, sepse me thënë drejtën, domethënë me shumë agent që kam pasur diskutime ose le të themi bashkëbisedime të ndryshme, thonë që është punë fati. Pra një agent domethënë e konsiderojnë punë fati, po unë nuk mendoj që fati domethënë luan një rol kryesor tek le të themi suksesi i një agenti, pa çka se fati domethënë është decisiv nganjëherë, por ti duhet bëhesh domethënë shënjesë sa më madhe për fatin. Pra duke bërë detyrën tënde shumë mirë, do të thotë që ti normalisht po atërheq fatin nga ana jote. Po se ti mund të jesh edhe një agent për shembull te centri i ST1, por të ekzistojë vetëm në sistemin e tyre, është agent dhe pret pastaj diku tjetër duke gjuajtur për peshk për shembull, pret aty të vi fati të bësh të kesh edhe patjetër, për hir të vërtetës është dhe problemi që të njihesh domethënë shumë mirë me një profesion, do të kalojnë dhe disa vite. Do të kalojnë minimumi 4-5 vite mendoj unë. Pra që të formalizohesh, të kalosh gjithë ato etapat. Që të bësh vërtet profesionist, të rrihesh me tregun, me klientët. Me këtë eksperiencë nuk e kam fjalën në thjesht për periudhë kohore, por e kam fjalën domethënë në numrin e transaksioneve që ose le të themi në numrin e tentativave për shitjeve që ti ke pasur domethënë me klientë ndryshëm, ndoshta do jo tua, ti mund të shkosh shumë mirë me një agent që performon shumë mirë, pra që mbyll shumë shitje thjesht duke që të thithësh domethënë që të thithësh nevojën që kanë të dy klientët, sepse duke parë transaksionin dhe dinamikën e transaksionit, duke qenë vetë pjesë e asaj dinamike, ti kupton shumë domethënë nga ajo që shifet, kupton shumë që se çfarë kërkon një palë, se çfarë kërkon një pala tjetër, edhe i parashikon shumë më kollaj problematike që do hasësh ti në një transaksion të ardhshëm. Shqipëria po merr një bum zhvillimi jo vetëm në Tiranë, por edhe në vendet bregdetare, por edhe në ato malore, po orientohet nga vetë politika. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Turistët, ne cekëm pak më parë, por le të rikthehemi të qëndrojmë pak te kjo tema që flitet më së shumti. Ka disa pika shumë të rëndësishme që duhen trajtuar, jo vetëm nga ne, por edhe nga shumë agent tjerë dhe zyra të tjera, që me çmimet shqiptarët tu ankohen, thonë ore turistët, politika lavdrohet, thotë ja çka kemi bërë ne, ndërkohë shqiptarët tu po thonë që për shkak të turistëve dhe agjencisë
është rritur çmimi për banesat, për pronat e tjerë. Për si e sheh ti të ardhmen pas 5 vitesh le të themi? Okej, le ta marrim pikë parë nga pjesa e agjencisë, me që e përmendëm. Në agjenci zakonisht, domethënë në të gjitha trajnimet që bëhen, të gjithë agjentët ose ato që aspirojnë të bëhen agjent, instruktohen që të negociojnë shumë fort tek çmimi. Pra çmimin duhet të jetë sa më i shitshëm dhe sa më afër çmimit të tregut. Sepse përndryshe ti mund ta mbash aty, por nuk je konkurrues në treg dhe ç'të intereson ty të mbash një X listim të caktuar dhe ti pastaj mos ta shesësh atë. Kështu që domethënë kjo pjesa që agjencia e rrit çmimin, nuk besoj që është shumë e gjetur ose shumë e drejtë. Pa çka që mund të ketë pasur dhe raste që ka pas spekulime, domethënë dhe nga ana e agjentëve ose edhe nga ana e leadershipit të një X agjencie, le të themi. Pastaj nga ana e turistëve, unë nuk mendoj që turisti domethënë do të marrë pronat për të cilat shqiptarët e shohin si problematik, pas turisti nuk parimisht nuk vjen të investojë në prona për shtëpi për të jetuar. Ai vjen të investon në prona që janë domethënë ndoshta edhe tipi luksos, por që janë më shumë të orientuar po tek turistët, sepse ai pret domethënë që të marrë një fitim domethënë në bazë të numrit të turistëve ose në bazë të atyre që do t'i marrin shtëpinë, le të themi me qera. Pra nishe e blen, shikon domethënë ecurin se sa mund të jepet një pronë me qera, pastaj bën llogaritjen domethënë ekthimit të investimit. Por është e vërtetë që ka pasur një rritje, kjo është më shumë ndjeshme. Kjo është shihet. Unë nuk mendoj që është aq spekulative. Për një nga arsyet mund të jetë edhe ndoshta rritja e çmimit të produkteve bazë që përdoren në ndërtim, pra kostave të ndërtimit. Pastaj patjetër që me rritjen e rrogave të punëtorëve dhe të ustallarëve ose të njerëzve të aktorëve që janë pjesë e një ndërmarrje ndërtimi, patjetër që do ketë edhe rritjen e kostave, pra është rritur masivisht kostoja e ndërtimit. Kështu që mendoj domethënë në këtë aspekt patjetër që janë pra nuk të justifikuar, le të themi. Nuk lidhen ngushtë vetëm me turistët dhe turizmin pra. Jo, nuk mendoj. Një nga problematikët pak vite më parë ishte pjesa e rritjes çmimit të energjisë në rang botëror, flas. Sepse detyrimisht domethënë do rritet çmimi i hekurit, sepse në kombinatat ose në stabilimentet e prodhimit të hekurit përdoret energji që të shkrihet, ose edhe materialet e tjera ndërtimit përdoret energji, domethënë që të arrihet dhe të kalojnë në ato procese teknologjike, dhe patjetër që kostot do rritet kostot e transportit, sepse me të vërtetën domethënë janë rritur çmimet e banesave, po janë rritur edhe shumë rrogat. Pra domethënë le të themi dikush që i hyn të biznesit të ndërtimit ka kosto ndoshta 2-3 fish më të mëdha se çka pasur më parë. Kështu që detyrimisht domethënë ai do të aspirojë për një fitim shumë më të madh, se thotë unë po marr kaq shumë risk, po vendos kaq shumë burimet e mia financiare, domethënë në X ndërmarrje ndërtimore, dhe unë do presë më shumë fitim, domethënë është edhe pjesa komplet e pranueshme, domethënë e rritjes së pritshmërisë që mund të ketë një ndërmarrje. Si është trendi, është në rritje apo do të ketë një lloj stabiliteti? Unë mendoj që jemi në fazë tranzitore si treg, mendoj që jemi në fazë tranzitore akoma. Unë e lidh ngushtë domethënë zhvillimin ose le të themi ecurinë e çmimeve me zhvillimin e infrastrukturës. Sepse deri dje po themi Paskuqani nuk konsiderohej fare. Tashmë me një le të themi një investim infrastrukturor shkoi vlera pak a shumë si qendër si zonë urbane, pra nga zonë le të themi suburbane ose periferike tani bëhet urbane. Dhe në Shqipëri ka shumë vend domethënë për infrastrukturë, nuk mund pretendojmë që kemi mbyllur domethënë me zhvillimin infrastrukturor, përkundërzi mendoj që jemi akoma shumë bravo. Ne akoma s'kemi linjë hekurullore domethënë. Pra edhe kjo pastaj priti që të rriten çmimet dhe pas ndërtimit e besoj se po. Domethënë gjithë, kështu që dalim sërish prap tek ajo, ndoshta bëjmë të bezdisshëm ose të mërzitshëm me këtë, por lumë ai që blen.
lumej që blenë, pra dita e djeshme është shumë vonë, por edhe sot është shumë vonë, kështu që do të menoni gjithmonë për të nesërmen, për të vepruar sot për të nesërmen që të jeni të fituar. Ndoshta ai pronjë që keni marrë dje, nesër mund ketë një vlerë. Po gjithmonë duke negociuar shumë fort. Patjetër. Duke negociuar shumë fort. Po a kemi të bëjmë ne me një flusk të madhe? Jo, nuk mendoj që kemi të bëjmë një flusk ose mega flusk të themi, po mendoj që kemi të bëjmë shumë me fluska të vogla dhe periferike dhe ndoshta të izoluara nga njëra tjetra. Pra për shembull, nuk mund të pretendojmë që e njëjta dinamikë çmimi do jetë në zonën e bllokut me një dinamikë çmimi që mund të jetë në zona që sot domethënë shihen si më ekonomike, siç mund të themi zona e Paskuqanit ose zona e Kamzës apo zona ndoshta zona të tjera Shkodrës e tjera me radhë. Pra nuk mund të pretendojmë që çmimet domethënë do të kenë njëjtin trend siç ka në zonat që janë më qendrore me zonat që janë më periferike. Pasi edhe kërkesa do jetë domethënë e alternuar në atë lloj mënyre. Për shembull, një zonë ekonomike sado të bëhet nami, prapë po zonë ekonomike duhet të mbesi, se përndryshe nuk është mjaftueshëm domethënë konkurruese me zonat tjera, se nëse do bëhet çmimi pak a shumë si zonat që janë akoma më urbane ose më qendrore, pse duhet zgjidh unë si klient domethënë një zonë periferike, kur mund me të njëjtat burime mund të marr një zonë, mund të marr një pronë caktuar në një zonë më qendrore. Pra besoj që ato zonat që kanë qenë në mënyrë ekonomike do fillojnë mbesin ekonomike dhe pa dyshim që çmimi do të ketë atë tendencë që të jetë sa më shumë afër le të themi klientëve ose konsumatorëve të cilët e duan për shtëpinë e parë, mendoj unë. Pra nuk mund të pretendosh të vendosësh çmime shumë të larta për një masë kur target grupi jot domethënë do jenë njerëzit që blejnë shtëpinë për herë të parë, nuk mund të vendosësh çmime të tmerrshme ose të pajustifikueshme. Prandaj që detyrimisht tregu të detyron që ti të rish tek ato çmime, pra ti jesh akoma zonë ekonomike. Ky është mendimi im, pra patjetër që mund të ketë edhe një indicie për rritjet më të tejshme ose një fryje artificiale le të themi, por besoj që kjo mund të bie në nivele 200 euro diçka e tillë për metër katror flas. Lek xhepi normalisht. Dohet pak të kaloje tek çka është më e rëndësishme për çdo shtet, për instrumentat politik ose edhe qeveritar, vetë shteti. Çfarë po bën për ta ndihmuar, për ta ndihmuar ne, për të thyer le të themi këto barrierat me këtu kemi shumë hatërmbetje me kemi hatërmbetje, imagjino sa njerëz, sa shqiptar kanë pritur edhe vetëm për riglerësimin që po shtyhet, domethënë. Një skandal le të themi, ishte një skandal pasi pritshmëria domethënë në sektor që nuk ka një likuiditet të madh, siç është sektori i real estate, nuk është likuid, është më shumë statik se sa likuid, domethënë. Pritshmëria është komplet tek le të themi tek ato gjërat që mund të bëjnë diferencë, pra pse të paguaj unë 15% ku mund të paguaj 5%. Pra nëse jepet një indicie e vogël nga ana qeveritare, domethënë që shiko do kemi një fushatë rivlerësimi, njerëzit prirën që thot ta ruaj pronën dhe ta rivlerësoj, pastaj ta shes domethënë në kushte më të favorshme. Kam përshtypjen që edhe kolegët e tjerë të centrit kanë me dhjetra e qindra klient që stepen vetëm nga kjo arsye, pra për sa i përket rivlerësimit. Kjo pastaj domethënë do japi rrugë patjetër një nga ngangrenat më që ka ky treg edhe të informalitetit. Po patjetër. Domethënë dhe evazioni fiskal. Imagjino sa lekë mund kishe marrë vetë shteti, po të kishe bërë vetëm për një firmë. Një firmë mos ta kthejmë kështu që unë nuk mendoj domethënë që taksimi. Po çfarë mund të jetë arsye? Pse e mbajnë kaq, e mbajnë pezu? Si e mendon pra? Nuk e shpjegoj dot domethënë, nuk e shpjegoj dot pasi nuk është as në të paktën me ato që vlerësojmë ne, nuk është as në funksion të një mirë qeverisje që të mbaj domethënë pra domethënë që të mbaj pezull, le të themi vendime të caktuar për një çështje të caktuar, pasi koha është gjithçka. Ti duhet ta kthesh domethënë ta implementosh në mënyrë sa më të shpejtë një politikë caktuar që të fillosh të marrësh feedback pozitive. Unë mendoj që është në dëm të Shqipërisë, domethënë një politikë e tillë, pasi nuk mund të edukosh njerëzit duke ngritur taksat dhe duke lënë domethënë pas dore le të themi anën e informalitetit, sepse padyshim do shkojë te informaliteti kjo punë.
unë mendoj që ideja më e mirë për të zgjidhur këtë hendek do ishte që ulen taksat, shkoj edhe një herë në nivelin ndoshta edhe 5%, sepse 15% është për mua shumë. Është shumë. Do të shkoj tek 5%-shi dhe të shtrëngohet dhe domethënë të veprohet me grusht të hekur ndaj informalitetit. Sepse akoma domethënë në mentalitetin e një pronari shqiptar të një pronave ekziston mentaliteti i informalitetit. Dhe ne domethënë kemi pasur shumë të vështirë të operojmë në këto kurse, pasi jo vetëm kjo, por unë e lidh fort edhe me atë se çka folëm deri tani me rritjen e çmimeve, kualitetit e tjetra, gjithë ato që ne folëm deri tani, pra kanë shkuar vlerësimi i shtëpive, pra të tregut sot është tjetër gjë me referencën ose edhe me atë se çka janë blerë dikur pronat që sot po i shiten prap. Pra diferenca është shumë e madhe dhe normalisht ata o do i drejtohen informalitetit që nuk është korrekte dhe nuk është ligjore, është antiligjore si dhe nuk është pozitive për ekonominë shqiptare dhe për vetë industrinë. Imagjino këto i gjumojnë ose gjurmojnë le të themi pjesës tjetër për gjëra shumë bazike, ndoshta për 1 kilo oriz i gjumojnë informalitetit, kurse për raste të tilla se po e ul pak deri diku në nivelin e kësaj, por normalisht ne na për shumë punë, prandaj ne duhet të jemi sa më transparent, sa më troç në drejtimin e pasurive të paluajtura, domethënë e sektorit pasurive të paluajtura, mendoj që shteti po ecën me hapa shumë ngadal. Deri dje nuk nifesh fare, domethënë si profesion të paktën. Po marrim shembull në agent imobiliar, pasi duam agenti imobiliar është një aktor në këtë treg. Dhe që të jetë në treg sa më shëndetshëm, gjithë aktorët duhet të jenë në maksimumin e prodhimtarisë tyre. Po duke mos qenë akoma i formalizuar siç duhet, si mund të presësh domethënë një rendiment shumë të lartë nga gjithë aktorët e tregut. Deri nuk njihej, domethënë me lobimin e shumë që është bërë nga shoqata Nareja, domethënë shoqata e pasurive të patundshme kombëtare e Shqipërisë, arritëm që të paktën të marrim domethënë një formë ligjore dhe një formë formale shtetërore. Patjetër që pjesat më problematike është ose problemi më i madh që ndoshta nuk zgjidhet as me 1 ose 2 mandate, është problemi i ligjit 7151, që domethënë neve na ka hapur shumë probleme, është shumë bimbvedosjet e pronave që janë në mas, sidomos në zonat rurale flas. Kemi pasur edhe shumë klientë huaj që janë stepur domethënë të investojnë në tilla prona pasi nuk kanë siguri. Se si mund të kesh siguri ku një pronë pikë pare, domethënë nuk figuron fare as në regjistrat e shtetit, domethënë që është ky dyzimi tokë e babës, tokë që më ka dhënë shteti. Tani dikush i huaj që mezi domethënë është bërë puna aq e madhe që mezi ai ka ardhur në Shqipëri dhe të paktën po shikon të investojë, po vlerëson të investojë në Shqipëri, ai përballet me diçka që është komplet e papranueshme, si dhe për vetë klientin shqiptar është e papranueshme që të investojë në prona ku nuk ke siguri, nuk ke fare siguri. Siguri edhe patjetër që do të ketë një vazhdimsi me konflikte dhe prapë ti nuk do të kesh një pronë tënde. Pra janë shumë gërçe që ne nuk duam as pak ta kthejmë politike dhe ta politizojmë gjithë bashkëbisedim që kishim me Advanit, i cilin e falenderoj shumë për kohën dhe për mendimet që ka dhënë nga eksperjenca e tij, si është tregun e agjencisë imobiliare. Jo, unë shikoj, domethënë në përgjithësi e shikoj pozitive, pasi vetëm trajektora që ka marrë Shqipëria është në mendimin tim pozitive. Antarësimi domethënë strukturat e Bashkimit Evropian do ishte le të themi një hap shumë i madh që do t'i jepte domethënë fund kësaj faze tranzitore që ka treguar, pasi domosdoshmërisht që të antarësohesh në strukturat e Bashkimit Evropian dhe në tregun e Bashkimit Evropian, patjetër ti duhesh të kesh një nivel formalizimi shumë të lartë. Pra domethënë gjithë këto problematika që përmendëm pak më parë, detyrimisht duhet të shkojnë në minimum që të arrijmë të kemi edhe antarësimin. Pastaj mendoj që një shtysë shumë e madhe do të vi nëse do të arrihet domethënë siç parashikohet ose siç betohet që në 2030 të ketë mbaruar komplet etapa e antarësimit të Shqipërisë. Mendoj që kjo do na japi një dorë shtesë
ose një krah më të fortë për t'i bindur investorët e jashtëm që të investojnë në Shqipëri. Sepse patjetër duke qenë pjesë e një organizate që njihet domethënë si një nga vendet më të sigurta për investuar, patjetër që Shqipëria do marrë pjesën e saj domethënë në këtë aspekt. Kështu që mendoj që jemi trajektorë të mirë, por do varet komplet nga ajo se çfarë do të punojmë gjithë bashku si aktorë qeveritar, që nuk lidhet fare domethënë me X parti ose me X forcë politike, me aktorin privat, domethënë aktori publik dhe aktori privat, varet se si në çfarë nivelesh do ta ngrejnë bashkëpunimin, dhe mendoj që kjo është komplet në vullnetin qeveritar, sepse nëse do të krijohen platforma ku aktori qeveritar ose aktori publik me aktorin privat do të kenë bashkëpunim akoma dhe më të madh, patjetër që do të japin frytet shumë pozitive. Po unë mendoj që është komplet në dorën e tashmë në dorën e faktorit politik ose publik, le të themi, sepse aktori privat, siç jemi dhe neve, ne kemi lobuar që të ulemi në tryezë si të barabartë dhe të kemi të dëgjohet zëri jon. Por fatkeqësisht deri tani puna që është bërë ka qenë goxha e vakët, pa çka që është akoma në kahjet pozitive, por mbetet lë shumë për dëshiruar domethënë në këtë stad që jemi. Advan, si mund të matet profesionalizmi një agenti imobiliar? Është pyetje goxha e vështirë. Mund, domethënë kështu shqeto fare mund thuhet që sa transaksione bën, por unë mendoj që pa e lidhur domethënë me anën financiare. Është vetëm edhe treguesi, le të themi. Mendoj që personaliteti i një agenti matet direkt me aftësinë që ka ai domethënë për të ofruar zgjedhje që janë komod për X klient caktuar. Si një artizan shumë i mirë, domethënë profesionali i cilit matet që sa mund të shërbej kërkesës dhe nevojës specifike që ka një klient i caktuar, ashtu edhe një agent imobiliar, domethënë profesionalizmi i tij matet direkt me aftësinë që do ketë ai të përgjigjet nevojës dhe kërkesës specifike që ka një klient. Tu tani më hap një temë tjetër që unë do doja ta trajtoj me ndonjë, se koha është e pamjaftueshme për shkak se ne kemi prekur shumë gjëra, do doja ta trajtoja me një nga agjentët e tjerë në podcastet në vazhdimsi për Property Cast në kanalin PIS, por do t'ja bëj edhe si pyetje mbyllëse, thjesht për një mendim të shkurtër. Pra, një agent do të jetë më shumë psikolog apo një llogaritar i mirë ose një ekonomist i mirë? Lidhet me pyetjen e fundit që bëra. Shiko, një agent mendoj që të jetë po agent, domethënë. Patjetër. Të dyja. Jo, duke qenë se janë profesione të ndara, detyrimisht domethënë do të thotë që në thelb agenti është diçka ndryshe nga një psikolog dhe ndryshe nga një ekonomist. Por patjetër do t'i duhet marrë domethënë nuancat një ekonomisti, nuancat një psikologu, por një agent nuk është aty domethënë për le të themi zgjuar ekonomike ose hallet. Jo, nuk është aty domethënë për t'i ofruar asistencë domethënë morale një klienti, nuk është aty domethënë për t'i ofruar le të themi një punim në Excel ose një. Kam bollafe me grur bro, digi takoj një agent. I zgjidh direkt. Por mendoj që një agent është aty domethënë për të ofruar në mënyrë sa më profesionale dhe sa më të drejtë dhe produktive për të dyja palët një ndërmjetësim domethënë për prona. Pra domethënë dihet fushat ku duhet veprojë një agent. Kështu që është e kohë domethënë pretendosh që mund të jesh një ekonomist shumë i mirë ose mund të jesh një psikolog shumë i mirë, po patjetër që nuancat e të gjitha profesionet bëjnë ty domethënë që të kesh duke qenë se është marrëdhënie me njeriu e atill që ty do detyron domethënë të kesh një afrimitet sa më social me klientët ose me palët që ti ndërvepron. Advan, të falenderoj shumë për kohën, fjalët dhe eksperiencën tënde dhe si e sheh në konveshtrimin tënd në fushën e real estate-it në Shqipëri dhe zhvillimin e Shqipërisë, pse jo. Miq, ju përshëndes, faleminderit që na ndoqët, për çdo kurreshje tuaj, na pyesni, komentoni dhe pse jo ftoj edhe një herë agjentët e tjerë të Center 21 Benja që të bashkohen në vazhdimsinë e këtij bashkëbisedimi podcasti në kanalin PISK. Ju përshëndes.